Asalamu alaikum, të nderuar shikues të podcastit të Muftinisë të Tovës, reflektimet e Ramazanit. 29 ditë, 29 mesazhe. Sot në shoqëri, përveç profesionave të ndryshme që luajnë role të ndryshme, kemi një rol për të cilin radh flasim. Është roli i imamit dhe vlera e imamit që ka në shoqëri. Ndoshta nga modestia apo nga ndonjë arsye tjetër, radh flasim për vlerën e hoxhallarëve sot dhe radh flasim për rolin që luajnë ata në shoqëri. Pikërisht për këtë temë sot do të flas hoxha i nderuar nga fshati Llac, imam i xhamisë së fshatit Llac, hoxha i nderuar Bajram Efendi Xhezairi. Selam aleikum hoxha i nderuar dhe mirësejdhet në podcast. Aleikum selam, mirë se ju gjeta. Faleminderit për thirrje. Allah xhelashanu ju shpërblet edhe juve që ndajt kot jeni pjesë e këtij podcasti. Hoxha i nderuar, me që tema ishte vlera e imamit, roli i imamit, do të fillojmë me pyetjen e parë, do të thonë, cila është vlera e imamit? Çfarë vlere ka imami do të thonë? Atëherë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhaleshanuhu, ndërsa salatet dhe selamet ja dërgojmë Muhamedit alayhis salam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin udhëzimin e tij dhe do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit. Është e hishme që fillimisht përpara se të kyçemi direkt në te, të falenderojmë Allahun xhaleshanu i cili na bëri të mundshme që të arrijmë këtë Ramazan me gjitha mirësitë që i ka ai. Të falenderojmë Allahun xhaleshanu që na bëri të mundshme këtë dhunti për arsye se është nga mirësitë më të mëdha që të mund të jep Allahu të arrish dhe të përfitosh edhe më tepër nga mirësitë e muajit Ramazanit, duke lutur Allahun xhaleshanuhu që të na mundsoj që të reflektojmë gjatë këtij muaji Ramazani mbi besimin ton, mbi islamin ton, mbi mendimet tona, mbi veprat tona dhe kështu me radhë. Do të thonë që të marrim një lloj frymëzimi që Ramazani tjetër të na gjejë mirë edhe më mirë dhe kështu me radhë. Amin. Pa dyshim që ndër pjesët më të rëndësishme të besimit në Allahun xhaleshanuhu, të islamit dhe në përgjithësi të fesë tonë, është roli i imamit. Dhe jo rastësisht Allahu xhaleshanuhu zgjodhi edhe pejgamber, të cilët i dërgoi tek njerëzit që të luajnë një rol të rëndësishëm. E në veçantë në rastin tonë, pasi që Muhamedi alayhis salam është edhe pejgamberi i fundit i Allahut xhaleshanuhu, si trashëgimtarë të pejgamberëve janë dietarët ose siç njihen te ne hoxhallarët apo imamët. Vlerë më të madhe për një imam nuk mund të ketë jashtë asaj vlere të cilën ja ka dhënë vetë Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhis salam. Dhe ne për ta kuptuar më mirë vlerën e imamit, padyshim që duhet të kthehemi ta shohim se çka ka thënë Allahu xhaleshanuhu dhe çka ka thënë pejgamberi alayhis salam për këtë. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, në një ajet kuranor thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allahu xhaleshanuhu na porosit neve duke na thënë le të jetë prej jush një grup të cilët thrasin në të mirë. Pra, për vlerën e imamit, Allahu xhaleshanuhu e konsideron si thirrës i së mirës. Dhe nuk ka gjë më të vlefshme, më të dobishme, më me vlerë se sa të etiketoj Allahu xhaleshanuhu si thirrës për të mirë. Wa ya'muruna bil ma'ruf, do thot dhe ata të cilët do të urdhërojnë për të mirë, wa yanhauna 'anil munkari, dhe do ndalojnë nga e keqja, dhe Allahu xhaleshanuhu në fund të ajeti i etiketon si fa ulaika humul muflihun, këta janë të shpëtuarit. Do thot se Allahu xhaleshanuhu vazifen e imamit e vlerëson në qoftë se ajo bëhet ashtu siç kërkon Allahu xhaleshanuhu dhe ashtu siç don Allahu, fundi i saj është shpëtimi në këtë botë edhe në botën tjetër. Po thash, në qoftë se i kthehemi Kur'anit dhe hadithit, ka shumë ajete ose hadithe të cilat na flasin për vlerën e imamit. Për shembull,
Allahu Gjeleshanu kur flet për vlerën e rolit të imamit, e punës që e bën imami, që është thirrës në të mirë, ndalues nga e keqja, urdhërues për të mirë, thot Allahu Gjeleshanu: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." A ka thirrës më të mirë se sa ai që thret, ose a ka fjalë më të mirë se sa ai që thot dhe që theret në rrugën e Allahu Gjeleshanu dhe vepron të mirën dhe e punon të mirën dhe thot unë jam prej muslimanve, unë jam prej të bindurve. O zhëndëruar, me që cekëm pak, biseduam për vlerën e imamit, normalisht çdo punë e cila ka vlerë, ka dhe përgjithësi. Çfarë përgjithësie ka imami? Tash po flasim në aspekt të përgjithshëm. Ashtu si t'je vlerë kjo punë, për arsye se ngrihesh me një mision fisnik, me një mision që realisht unë e konsideroj, ndoshta do ta potencojmë edhe më vonë, se puna e imamit dhe puna e hoxhës nuk është një profesion, po më shumë duhet shihet si një mision. Ashtu siç e ka vlerën dhe mirësinë, ose ashtu siç Allahu Gjeleshanu premton shpërblim për atë që e kryen ashtu siç duhet, padyshim që ka edhe përgjegjësi. Thot pejgamberi alayhi salam: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Thot pejgamberi alayhi salam se çdo njeri prej jush jeni bari dhe çdo njeri prej jush jeni përgjegjës, me një vim përgjithësia për kopën e tij. Pra, do thot se nëse neve në është besuar mundësia që të jemi imam të një grup njerëzish, të një xhamati të caktuar, pa marrë parasysh kush dhe sa janë, ne kemi përgjegjësi ndaj atyre dhe do të përgjigjemi te Allahu Gjeleshanu për mënyrën se si e trajtojmë spari vazifen ton, punën ton, misionin ton dhe së dyti se si e trajtojmë edhe xhamatin dhe muslimanët në përgjithësi. Po ashtu pejgamberi alayhis salam i ka dhënë edhe ka treguar në hadithe të tjera për përgjegjësinë që ka imami, për rëndësinë që ka puna e imamit në një shoqëri. Saqë Muhamedi alayhis salam thot, nëse jeni 3 veta dhe merrni një udhtim, mos ndodhe që të mos saktohet njëri prej tyre imam, udhëheqës. Do thot aq shumë është e nevojshme shoqëria që t'i caktohet një imam. E le më kur të flasmi për më shumë se sa 3 vet, ose për një komunitet të caktuar, ose për një grup njerëzish të caktuar, ose për një popull në përgjithësi, se sa e rëndësishme është puna e imamit në atë. Çdo grup njerëz apo çdo popull ka nevojë realisht për një udhëheqës apo të them ashtu imam. Pra çdo njeri i cili tenton apo mundohet që të udhëheq në popull, ka titullin, domethënë imam, udhëheqës. Realisht vetë kuptimi i fjalës imam është udhëheqës. Andaj me që jemi të kjo çdo njeri i cili tash po i cekim me radh ato, tham se ka vlerë të madhe çështja apo puna e imamit. Tham se ka përgjegjësi të madhe. Mirë po, me vlerën dhe përgjegjësinë, domethënë vijnë edhe virtytet që duhet të ketë ai person. Çfarë virtytesh apo çfarë sjellje karakteri duhet të ketë një imam, një udhëheqës i një grupi të caktuar të popullit, ose një hoxh, e them kështu në gjuhën tonë. Virtytet e imamit ose cilësitë të një imami, të një thirrsi, të një hoxhe në përgjithësi, luajnë shumë rol në angazhimin e tij, në suksesin apo mos suksesin e tij, ose të mos themi në dështimin e tij si imam. Vlerat më të mëdha, më të rëndësishme që mund të posedojmë ne si hoxhallar dhe si imam, padyshim që janë vlerat të cilat vetë Allahu Gjeleshanu na i ka potencuar, ose vetë pejgamberi alayhis salam na i ka mësuar, për arsye se nuk mund të ketë ndonjë sukses të gjerë, ndonjë ngritje, përveç asaj që ne të arrijmë atë sukses apo atë ngritje me atë që na porosit Allahu Gjeleshanu dhe Muhamedi alayhis salam. Më e rëndësishmja nga gjitha këto është mënyra se si ai i kyçet punës së imamllëkut, pra mënyra se si e ka ai niyetin apo qëllimin e tij.
ku vetë Allahu xhaleshanu thot në Kur'anin famëlar, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun, kush do për jush që bën ndonjë vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, që krijen vepra të mira, ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave të mira që ka bërë. Allahu xhaleshanu është e potencon rëndësinë e niyetit, që është shumë e rëndësishme që puna e imamllëkut të bëhet vetëm për hir të Allahu xhaleshanu, duke mos e penguar imamin apo hoxhën apo thirrsin ndonjë arsye tjetër me qëllim që të mos dështoj edhe puna jonë. Pastaj kemi edhe ngjarje të cilat xhamati i përmendin shpesh, veçanërisht neve hoxhallave që na i përmendin dhe thonë se a e dini hoxhë se cili është njeri i parë çdo çelet gjithë ndezet të zjarmit xhenimit ose dhe hien në xhenem, thotë dini hoxhallarët. Realisht kjo ka të bëjë me një kuptim të realitetit, se vetë pejgamberi alayhis salam i ka potencuar si 3 grupet e para të njerëzve të cilët do të futen në zjarr të xhenemit. Një ndër ato është edhe një imam, një thirrës, një dietar dhe kështu me radhë. Po cila është arsyeja që e ka bërë që përfundojnë në zjarr të xhenemit? Padyshim që është niyeti për mënyrën se si ai e ka trajtuar diturinë dhe pozitën që ka pasur, saqë kur do t'i thot Allahu xhaleshanuhu si ke vepruar me diturinë tënde, si ke vepruar me pozitën tënde, me misionin tënd, çfarë ke bërë me ato? Do të thotë, o Zot, unë jam munduar që t'ju bëj dobi njerëzve, që t'jem në të mirën e njerëzve. Allahu xhaleshanu do t'i thotë, ke dhept, ke gënjur, ke mashtruar, për arsye se qëllimi jot kryesor ka qenë që njerëzit flasin se sa i ditur, sa i përgatitur, sa punëtor ishte filani apo fallani. Edhe në këtë hadith pejgamberit alayhis salam potencohet se sa e rëndësishme është niyeti se si ne i qasemi punës së imamllëkut. A ka tjera? Padyshim që ka plot tjera. Dhe ndër më të rëndësishmet, ndër ato më të rëndësishmet është sinqeriteti në mision. Se sa të sinqert ne jemi në punën që e bëjmë. Vetë Allahu xhaleshanu e përmend në Kur'an duke thënë ja ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O ju të cilët keni besuar, pse e thoni atë që ju vetë nuk e veproni? Kebura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, thot. Sikur ta dini se sa gjuna i madh është Allahu xhaleshanu që ta thoni atë që ju nuk e veproni. Pra, të thuash, të porosisesh, të këshillosh në diçka që vetë nuk e punon, është mungesë e sinqeritetit ndaj Allahut dhe ndaj misionit të cilin e bën konkretisht, dhe ndaj vetvetes tënde, po ashtu. Është nderuar, me që ishim të vërtetet e imamit, çdo udhëheqës luan, më thonë, një rol të rëndësishëm në shoqëri. Cili është imami që duhet dhe realisht e luan imami në shoqëri? Vetë puna e imamit është ndërlidhur ngushtë me konceptin e shoqërisë, për arsye se njihet imami apo hoxha tenesi i pari i shoqërisë. Dhe ai luan një rol të rëndësishëm pa marrë parasysh se sa shumë apo sa pak ai vlerësohet në shoqëri. Përpara se të tregojmë se çfarë roli kishim ne, ku vetë pejgamberi alayhis salam na tregon se pejgamberët nuk kanë lënë trashëgimi dirhem ose dinar, por kanë lënë trashëgimi diturinë, edukatën dhe kështu me radhë. Dhe në një hadith thot pejgamberi alayhis salam, el ulema'u warathatul anbiya'i, që trashëgimtarët dhe pasardhësit e pejgamberëve, për arsye se më nuk ka pejgamber pas Muhamedit alayhis salam, janë dietarët, hoxhallarët apo imamlarët të cilët ne njohim në gjuhën tonë të përditshme. Dhe do të ishte pak si anashkalim
rreth asaj se si ishte pejgamberi alayhis salam, përpara se të flasmi për veten tonë, se si duhet të jemi ne, çfarë roli duhet të kemi ne në shoqëri. Nëse flasmi për pejgamberin alayhis salam, duhet ta përmendim me padyshim atë se si Allahu xhaleshanu flet për ata. Çka i thot Allahu pejgamberit alayhis salam në Kur'an? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dhe ti o Muhammed thot, padyshim që je në pjedestalin ose shkallën më të lartë të moralit. Dhe ne nëse trashëgojmë pejgamberët, ki duhet jetë koncepti jonë se përveç pozitës që dallohemi në shoqëri, duhet të dallohemi edhe me vlerën e moralit dhe kështu me radhë. Pejgamberi alayhis salam, nëse flasmi për të, për adhurimin, ai ishte më i përkushtuari. Kur flasmi për moralin, pejgamberi alayhis salam ishte më i moralshmi. Nëse flasmi për drejtësinë, ai ishte më i drejti, për familjen ai ishte më i miri dhe kështu me radhë për të gjitha pjesët e shoqërisë, pejgamberi alayhis salam çdo herë përpiqej dhe mundohej që t'ua kaloj edhe të tjerëve në atë. Për rolin e imamit në shoqëri, nëse e studiojmë dhe lexojmë për historinë islame se çka ka ndodhur gjatë saj, bile i këndohet, shkruhet për të, për rastin e Abu Bekrit me plakën e verbër, që edhe pse udhëheqës si muslimanëve, ai e pa si detyrë, e pa si përgjegjësi se roli i tij duhet të jetë kujdeset edhe për njerëzit që kanë nevojë, duke shkuar që çdo mëngjes t'i dërgoj edhe ushqim te shtëpia. Rasti i Omerit radhiyallahu anhu, i cili thotë se tregon për përgjegjësinë që ka ai gjatë ditës, përgjegjësinë ndaj njerëzve, përgjegjësinë ndaj Allahu xhaleshanu, gjatë natës, përgjegjësinë për hallin e njerëzve, saqë transmetohet se Omer radhiyallahu anhu, duke qenë edhe udhëheqës si muslimanëve, ka shkuar shtëpi më shtëpi që të vizitoj muslimanët gjatë natës, për arsye se hallet dhe dertet e një familje vërehen më së shumti gjatë natës. Kur çdo kush pushon dhe mund të flejë rahat në shtëpinë e tij, ka familje të cilat i shqetëson një diçka dhe nuk i zë gjumi nga galet dhe dertet të cilat ato kanë. Hoxhë ndëruar, sot fatkeqësisht në të gjithë jemi dëshmitar dhe shohim se sikur vlera pesha e imamit në shoqëri ka rënë. Do realisht si është gjendja momentale dhe si duhet të jetë realisht vlera dhe pesha e imamit, e hoxhës në shoqërinë tonë, në rrethin tonë, në vendin ku ne jetojmë. Është një pikë shumë interesante me cilën ballafaqohemi çdo ditë dhe ndëgjojmë për të thuajse çdo ditë, po nga njerëz të ndryshëm. Përpara se të themi ka rënë pozita e imamit, se ka ndonjë shkak, është e mirë që themi se është shumë e keq kuptuar për rolin e imamit që duhet ta luajë në shoqëri. Shpesh ka ndodhur që nga njerëz të shtyrë në moshë, ose nga njerëz të shumë pak të informuar, ose nga njerëz të cilët shumë pak kanë njohuri për Islamin, edhe parashojmë pyetje të ndryshme, po pa marrë parasysh pse neve mund të na duken pak si jo të hishme, jo në rregull. Ajo është mendimi i shoqërisë dhe duhet të sqarohet atij. Shpesh bëjnë njerëzit pyetje se hoxho, a din të lajsh xhenaze ose a laj xhenaze? Edhe i thush nuk laj. Thot nuk pas kem rit që të studiosh deri në këtë shkallë. Mendon se e gjithë ajo që e rumbullakson, e etiketon, e emëron, e definon një imam ose një hoxh të caktuar është nëse din të lajë xhenaze, ai është hoxh i mirë. Që është një keq kuptim i gabuar. Ose dikush tjetër të cili ta ofron thotë hoxha dhe vetë lamja xhenazës keq kuptohet, se obligimi parsor parëmorësh i familjes. Padyshim që po. Hoxha është i fundit. Ajo është më shumë përgjegjësia e tij se sa përgjegjësia e vet imamit. Pastaj ka dikush obligimi përsëri bie mbi atë, po ai konceptin e ka gabim sa që përgjegjësinë e çon te hoxha ose te imami. Për shembull, hoxha, a do ma lexosh një hatme për shpirt babës ose për dikon. Nëse hoxha e refuzon,
hidhrohet mirë. Pse se e koncepton rolin e imamit është se është e mjaftueshme me aq sa ai e mendon, aq sa ai ka njohuri. Të laj xhenaze, të fal 5 kohë të namazit, se imami nuk ka punë tjetër. Jo që imami nuk ka punë tjetër. Bile shumë prej hoxhallarëve tonë të respektuar dhe të nderuar kanë aftësinë dhe mundësinë që të bëjnë edhe shumë punë të tjera. Por imami është një mbulesë për vetë atë njeri. Pse? Për arsye se imami nda nga koha e tij e shtrenjtë që t'i përkushtoj rëndësi asaj për të cilën ai nuk mund ta bëj. Dhe në të njëjtën kohë ai është i lirë që të merret me një punë për familjen e tij dhe hoxha shkon e realizon obligimin në xhami. Po, e mendon se hoxha është për një dua me vludi, për një dua hatme ose ku ta di unë. Është një keq kuptim që ka ndodhur që po hasmi për ditë në mesin e popullit ton kundrejt rolit të imamit. E tash pyetja është se pse ka ardhur keq kuptim? Nga një vlerë e madhe dhe lavdishme të cilën na jep Allahu xhaleshanu neve si thirrës për në rrugën e tij, si imam, si hoxhallar, në këtë realitet të cilin ne shohim e ndëgjojmë ditë për ditë, e përjetojmë se ne vetë ballafaqojmë atë. Pse ka ardhur? Kjo ka ardhur për disa shkaqe ku është e rrugës që ta përmendmi dhe të jemi vetë kritik në këtë, se shkaku kryesor i rënjes së pozitës së imamit jemi vetë ne hoxhallarët, duke praktikisht duke refuzuar që të japmi më shumë për atë se çka ka levojë shoqëria, ne kemi vendosur që të ofrojmë më pak, ose nuk kemi bërë ndonjë gjë të tillë, ose e kemi përkufizuar kuptimin e Islamit se Islami është vetëm brenda 4 mureve të xhamisë. Realisht edhe rrethanat. Janë faktorë rrethanat, thash ka shumë faktorë. Hoxha është për në xhami, nuk është për këtë punë. Hoxha është për në xhami, nuk është për atë punë. Hoxha është për në xhami, nuk është për këtë punë. Do të thonë, gjithmonë, do të thonë, duhet jemi edhe vetë kritik, por edhe rrethanat, edhe ndoshta koha më para e ka bërë vetën, do të thonë që hoxhallarët gjithmonë nga roli i përgjithshëm në shoqëri janë munduar gjithmonë t'i kufizojnë dhe t'i fusin vetëm brenda mureve të xhamisë, duke i lënë, do të thonë, ose duke i larguar nga roli i madh që e kanë pas flas para disa viteve dhe jo shumë larg edhe në shoqëri edhe më gjerë. Po, padyshim që është, ashtu thash edhe një herë, ka plot faktor që kanë ndikuar në këtë ngecje, por ajo që është më rëndësishme është se ne duhet të reflektojmë mbi këtë. Ti çajmë këto barriera, po ti ka përcejmë ose të largojmë këto barriera dhe të mundohemi me mundësinë që kemi, me aftësinë që kemi, me kushtet të cilat na premtojnë, me përgatitjen tonë që kemi, ta ofrojmë më të mirën që është e nevojshme për shoqërinë me përgjithësi. Hoxha nderuar, si është roli juaj si hoxh në vendin ku jetoni dhe veproni, funksiononi e kështu me radhë? Po flasim këtu si cili është roli i hoxhës Bajram Xhezairi në fshatin Llaç, pasi qeni edhe nga Llaça, çfarë funksioni keni, si kaloni, çfarë punësh bëni? Atëherë fillimisht unë doja që ta potencoj se unë vetë vi nga ky fshat, kam lind në këtë fshat, dhe pas përfundimit të studimeve, duke u ndalur që të mendoj në veten time se si është më mirë që unë të kontriboj për shoqërinë time, për këtë mision të cilën unë kam zgjedhur që t'i shërbej, ku e shoh është veten, pa marrë parasysh se sa mund të arrish në të ardhmen në jetë, besoj se nuk do të jetë e këndshme ajo arritje, ose nuk do të jetë e vlefshme ajo arritje, nëse së paku nuk i ke kontribuar vendit tënd prej nga vjen. E në veçanti duke pasur parasysh gjendjen e rëndë të fshatit tim, por edhe të fshatrave në përgjithësi më gjerë, gjendjen e rëndë fetare, islame, dhe nevojën që kanë që dikush që u shërbej atyre me përkushtim, vendosa që ti shërbej fshatit tim, normal i ndikuar shumë nga hadithet e pejgamberit alayhi salam, nga nxitjet që na i bën i dërguari Allahu xhaleshanu, nga ajetet kuranore për të cilat na flet Allahu xhaleshanu dhe kështu me radhë. Kujtohet një hadith i pejgamberit alayhi salam ku thot i dërguari Allahut se muslimani është sikur se fara,
kudo që ta hedhësh ai do të bi, do të jep bereqet, ose si fara e kungullit, kudo që ta hedhësh ai do të bi. Edhe ne si imam dhe si hoxhallar është e rëndësishme që të tregojmë për kushtimin ton, punën ton në çdo vend kudo që të jemi, për arsye se të mëdhej njerëz të mëdhej ose njerëz më ndryshe prej të tjerëve për të mirë na bëjnë veprat tona, punët tona për kushtimin jon, se sa ajo se ku ne duhet të kontribuojmë ajo që lëm pas. Qarkullojnë në mesin e muslimanëve disa fjalë ose një hadith i pejgamberit alayhis salam, në të cilin ka thënë pejgamberi alayhis salam se në një vend ku nuk ka një imam ose një dietar ose një mësues ose një hakim, një të urtë, një mjek, thot pejgamberi alayhis salam, është mirë që prej atij vendi që të largohesh. Por asesi nuk mund të na shërbej ky hadithi i pejgamberit alayhis salam për të arsyetuar që të largohemi nga kjo gjendje, se Muhamedi alayhis salam nuk e mohon mundësinë që ti të bëhesh për atyre që ti realizosh këto gjëra, të ndikosh për të realizuar këto gjëra, se edhe vetë ardhja e pejgamberit alayhis salam në një shoqëri nuk kishte njerëz të ngritur, nuk kishte njerëz të dijes, nuk kishte njerëz. Jo rastësisht quhet koha e ignorancës. Po, jo rastësisht quhet koha e ignorancës. Dhe pejgamberi alayhis salam, Allahu xhaleshanu e dërgoi që ti nxjerr nga errësira në dritë, që ti nxjerr nga xahil në dietar, nga të pamoralshëm në të moralshëm dhe kështu me radhë. Andaj edhe unë e pash të arsyeshme që sadopak të japim një kontribut që ta largojmë përgjegjësinë që kemi ndaj vetlindjes dhe ndaj vendit tonë. Me pakta që mund bëjmë. E pakta që mund bëjmë. Po përgjithsisht ne e gjetëm situatën në fshat me një koncept sadopak të gabuar kashi xhamis dhe kashi hoxhës, duke u vlerësuar, duke u trajtuar, duke u konsideruar si pjesa më e pashpresë e shoqërisë. Do të thotë ajo bindja se nëse nuk ke çka të bësh, ko falu. Nëse kari më një moshë saktuar, shko falë. Po, kari moshën e pleqërisë, ti duhet shkosh të falësh. Thotë këto vlerat i kishte xhamia në atë shoqëri, ndërsa ne fal Zotit, fal për kushtimit dhe punës në grup me një rini të mirë, të shëndosh të fshatit, me disa njerëz të guximshëm dhe të nxitur për të bërë mirë, kemi arritur që ta largojmë këtë bindje kashi xhamis dhe hoxhës, duke u munduar që ta kthejmë bindjen se shpresa duhet të kthehet te xhamia nëse ka mungesë të shpresës në ndonjë institucion tjetër apo në ndonjë rrugë tjetër. Dhe ne elhamdulillah kemi mundsuar që në kuadër të xhamisë dhe realisht duke gjetur përkrahje dhe mbështetje nga ana e gjithë popullatës që si xhami të tregojmë për Islamin edhe jashta 4 mureve të xhamisë. Edhe jashta mureve të xhamisë, do të thotë se Islami është çdo gjë që na rrethon neve. Universal. Po, duke u munduar që fillimisht të kontribuojmë në pastrimin e fshatit në përgjithësi, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam që pastërtia është pjesë e besimit, duke u munduar që të sigurojmë kontinjer për hedhjen e mbeturinave dhe kështu me radhë. Pastaj kemi parë se cilët janë një që do të jetë një vizion i imamit që ta sheh me çfarë probleme ballafaqohet shoqëria. Si mund të zgjidhë ato probleme, si mund të gjejë zgjidhje për ato hallet që kanë shoqëria. Dhe ne kemi parë se si çdo vend banim sot fatkeqësisht për mungesë të intervenimeve, nuk e di nga kush, po realisht mungesë të intervenimeve institucionale, fshatrat në përgjithësi ose vendbanimet në përgjithësi ballafaqohen me mungesë të ujit. Dhe ne jemi munduar që me vetë iniciativë në kuadër të xhamisë që imami të luajë një rol të caktuar në këtë drejtim, të bëjmë me vetë financim sigurimin e ujit të pijshëm. Dhe është një projekt ose është një punë e vazhdueshme e cila ka zgjatur, por mund të zgjas në përgjithësi për arsye se kërkon kohë për shkak se bëhet me vetë financim. Pastaj jemi munduar
që krahas kësaj, nga sfidat tjera mungesë të kanalizimeve dhe kështu me radhë, të cilat edhe këto po ashtu i ka realizuar xhamia, ose është bërë nxitës kryesor në realizimin e këtyre xhamia dhe të mos flasmi për projektet e tjera. Ne e kemi parë se nga gjërat më të nevojshme të asaj shoqërie, padyshim që është edukimi, edhe kësaj kemi vendosur që që t'jepim një rëndësi të veçantë, duke punuar që deri më sot në realizimin të një objekti i cili do të jetë objekt edukimi, jo vetëm të edukimit fetar, por në përgjithësi të gjithë llojeve të edukimit për të cilët ka nevojë, për arsye se vetë shoqëria ka nevojë për ata. Për edukim, Allah ju shpërbleft. Hoxha ndruar, për në fund një porosi të përgjithshme për ose mesazh, themi, për kolegët, për imamat. Po, ashtu siç e biseduam brenda kësaj bisede tonë të përbashkët në kuadër të këtij podcasti ose programi, e pam se është nga vlerat më të mëdha që Allahu Gjeleshanu i ka dhënë një njeriu, që Allahu ta bëj thirrës për të mirë, thirrës në rrugën e Allahu Gjeleshanu, udhëzues për të mirë, ndalues nga e keqja. Në të njëjtën kohë është edhe si përgjegjësi. Andaj është e udhës që ne si hoxhallar të mos e shohim punën e hoxhës e imamit si një profesion të caktuar, për arsye se kjo nuk është profesion, nuk i ngjan profesionit, më shumë është një mision. Edhe gjatë këtij misioni ton të tregohemi të vendosshëm, gjatë këtij emisioni ton të tregohemi të sinqert, ta bëjmë për hir të Allahu Gjeleshanu, të mos presmi që të shpërblehemi për këtë në këtë botë, për arsye se ndryshon konceptin e niyetit ton, të qëllimit ton, po ta presmi shpërblimin të Allahu Gjeleshanu, për arsye se Allahu i Madhërisëm në shumë ajete kuranore tregon se ai i cili përpiqet për rrugën e tij, për thirrjen në rrugën e Allahu Gjeleshanu, ai njeriu do ta gjejë mbështetjen e Allahu Gjeleshanu, ai njeriu do ta gjejë ndihmën e Allahut dhe suksesi do t'i vijë prej Allahu Gjeleshanu. Por pse shpesh ne hasmi në probleme gjatë kësaj rruge, për arsye se shpesh ne mendojmë se disa gjëra mund t'i arrijmë me mundin dhe përkushtimin ton, edhe për ato ngecim, për arsye se njeriu pa ndihmën e Allahu Gjeleshanu sa mund të mri, sa mund të arrijë. Të mos ta shoqërojmë misionin ton me porositë Allahu Gjeleshanu, me këshillat e Muhamedit a.s. për arsye se kushdo që kërkon një ngritje tjetër jashtë asaj që na porosit Allahu Gjeleshanu dhe Muhamedi a.s., ai nuk do të ngritet, por përkundrazi do të jetë ndër më të ultit. E dash Allahu Gjeleshanu që në këtë mision tonin, në këtë punë tonin, ta gjejmë ndihmën dhe mbështetjen e Allahu Gjeleshanu, e Allahu të na bëj ndikues për të mirë, ndalues nga e keqja dhe kështu me radhë. Ju falemnderit edhe një herë për thirrjen që na e keni bërë. Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoft. Amin inshallah. Të nderuar shikues, brenda petkut të hoxhës është thjesht një njeri, i cili e gabon, si çdo njeri tjetër. Sa herë që ne të gabojmë, mos i mvishni gabimet tona edhe të tjerëve, sepse gjybja edhe shalli janë shenjë e një profesioni të shenjtë, por këtë profesion e ushtron një njeri i gabueshëm, edhe ne mund të gabojmë. Kur të gabojmë apo kur të jemi pasiv, na ndihmoni që të aktivizohemi. E kur të bëjmë punë të mira, nëse nuk mund të na ndihmoni, na thoni një fjalë të mirë. E nëse nuk mund të na thoni një fjalë të mirë motivuese, të paktën mos na pengoni. Islami nuk është vetëm brenda katër mureve të xhamisë. Islami është edhe jashtë saj. Islami është nëpër institucione të ndryshme. Bashkëpunoni me hoxhallarët tuaj, ndihmoni hoxhallarët tuaj që të arrijnë suksese të mëdha në shoqëri, në dobi të shoqërisë, sepse çdo udhëheqës i suksesshëm është shenjë e një populli të suksesshëm. Andaj lutim Allahun xhaleshanu që të gjithë neve hoxhallarëve të na bëjë të dobishëm për popullin tonë. Lutim Allahun xhaleshanu që neve hoxhallarëve të na bëjë të dobishëm për atdheun, të na bëjë të dobishëm për Islamin, të na bëjë të dobishëm për familjet tona, por edhe për popullin për të cilën jemi përgjegjës.
Puna e hoxhëllokut apo hoxhëlloku nuk është profesion i lehtë. Është një profesion i rëndë që ka përgjegjësi të madhe përpara Allahut xhaleshanuhu. Siç thot populli, siç thoni edhe ju, nëse nuk e bëjmë punën tonë si duhet, janë njerëzit e parë, dietarët ata me të cilët do të ndizet zjarmi i xhenemit. Andaj Allahu na ruaj nga kjo, të bëhemi bashkarisht njerëzit e parë me të cilët do të hapër dyert e xhenetit. Deri në podcastin e ardhshëm, ju mblon në mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.